Partia Demokratike ka denoncuar rastin e Arben Kalemajt, një qytetar i sëmur që sipas opozitës po endet prej vitesh në dyert e institucioneve, pa arritur të përfitojë pagesën e paaftësisë. Zëdhënësia e Departamentit të Antikorrupsionit Geta Vajgjeli tha se rasti i tij përfaqëson një padrejtësi të rëndë që po i bëhet qytetarëve në nevojë. Bazuar në diagnozën, trajtimi mjekësor dhe pasojat funksionale të evidentuara edhe pas rehabilitimit multidisiplinar, shërbimi kardiokirurgjisë në QSONT, në 9 maj 2022 ka referuar rastin e tij në Komisionin Mjekësor të Caktimit të Aftësisë për Punë për vlerësimin e drejtës të përfitimit të ndihmës ekonomike për invaliditet. Në 5 tetor po të njëjtit vit, ky komision ka konfirmuar se zoti Kalemaj plotson kushtet ligjore për përfituar të ardhura si invalid. Megjithatë, pavarësisht dorëzimit të gjithë dokumentacionit të kërkuar, zoti Kalemaj denoncon se deri sot nuk ka përfituar asnjë pagesë, duke u srollatur me vite të tëra në dyert e institucioneve shtetërore pa asnjë rezultat konkret. Partia Demokratike fajson qeverinë dhe kryeministrin Rama duke akuzuar se institucionet të tëra po dështojnë të shërbejnë qytetarëve më në nevojë.